Ky marsh është organizuar nga grupi i grave asambleiste dhe zyra për barazi gjinore në Gjakov, edhe pse në numër të vogël aktivistët u panë të vendosura në sensibilizimin e femrave kundrejt kancerit të gjirit. Pas marshit u organizua edhe një tryezë e rumbullakët. Çdo grua është rrezikuar nga kanceri i gjirit, ndaj çdo shenjë që paralajmëron këtë sëmundje të rëndë nuk duhet neglizhuar. Kështu u shprehën panelistët duke shpjeguar edhe diagnostifikimin dhe trajtimin e sëmundjes. Duke pas parasysh mënyrën e shfaqjes së kësaj sëmundje dhe duke pas parasysh organizimin shëndetësor i cili ekziston në vendin tonë, më thonë një organizim ende që nuk është i përsosur, edhe ndoshta është shumë rrapën e krahasim me vende tjera evropiane, ne i kemi ndërmarrë këto iniciativa edhe unë e çmoj gjithashtu edhe këtë iniciativë të asambleistëve të Gjakovës. Të fokusohemi shka muj me botë gjithë ne së bashku për mi përvenu këtë smundje. E gjitha kjo kombinohet me ultrazonin e gjiut, e mandej në bazë të ndryshimeve, botë edhe biopsia, edhe kjo punksioni cistave të ndryshme ose të me fakteve të cilat ne të shojmë që duhet mi bo. Ndërsa u bë apel edhe për kujdes të shtuar të gjithë shoqërisë ndaj kësaj sëmundje. Mesatarisht atakohen 7-8 grua gjatë jetës e saj dhe vdekshmëria nga kjo sëmundje zë vendin e dytë. Meq nuk ka të dhënat e sakta, mund të supozohet se edhe femrat e Kosovës nuk janë të kursura dhe se numri tyre sile diku ngjashëm me këto vende. Gratë asambleiste, organizatore të kësaj tryeze, thanë se ne çdo herë do të jemi të zëshme kur është fjala për shëndetin e femrave. Fushata do të filloj prej ditës së sotme, ku edhe ne bëm marshin, po ashtu edhe tani jemi të pranishëm këtu në debatin që do të mbahet, ku kjo fushat do të zgjasë një javë, në të gjitha qendrat familjare, të mjekësisë familjare do të kemi ligjerata që prej ditës së nesërme. Në këtë takim u bashkëbisedua dhe doktorëve prezent ju parashtruan pyetje lidhur me parandalimin e sëmundjes.